Jam sot përpara jush, pasi kemi një zhvillim shumë domethënës. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar renditjen në fletën e votimit subjekteve politike zgjedhore që do të garojnë në datën 11 maj. Si përfaqësues i PSD-s për qarkun Elbasan, si drejtues i listës së kësaj të fundit, padyshim që duhet ta ndaja këtë gjë me ju, por jo vetëm. Në 11 maj ne kemi thënë prej kohësh që është një betejë mes paburrave të politikës dhe atyre që tentojnë si një model ndryshe. Dhe unë jam shumë krenar për të gjithë përfaqësuesit të PSD-s në rang qarku në këshillat bashkiake, pasi ne ja kemi dalë. Ja kemi dalë të japim një model ndryshe duke qenë pranë qytetarëve. Duke bërë të mundur që zëri i tyre të shkojë në kuvendet lokale të bashkive të qarkut tonë. Dhe padyshim, disa raste kanë marrë dhe zgjidhje, por disa të tjera, dhe pse ende nuk kanë konkluduar problematikën e ka hershme të banorëve që është minimaliste, rrugë dhe ujë. Për fermerët, mbështetje dhe kanale vadice. Nuk ka dyshim që së paku është materializuar kërkesa e tyre, është ngritur zëri për ta dhe ata vetë kanë qenë prezent duke marrë përgjigje nga të paburrat e politikës, e cila për fat keq shpesh herë ka qenë në kufit e injorimit. Por sot, në një betejë e cila nis dhe kemi thënë që është një luftë e vështirë, por jo e pamundur. Është një luftë e të rinjve. Dhe kam thënë jo pa qëllim dhe jo pak herë që nuk ka luftë që nuk fitojnë të rinjt. Ndaj, ne në 11 maj nuk vim me një ofertë butaforike, me programe si që vinin dikur këta dhe as me tallava, kusi apo tenxhere, por me një kontratë. Me një kontratë duke lidhur në mënyrë të pasgjithshme atë që e delegon përfaqësimin, qytetarin, dhe të përfaqësuarin që do të jetë nesër zëri i qytetarëve në kuvendin e Shqipërisë. Ne nuk vim me një program listë dëshirash, e nuk vim as me tollovi dhe tallava. Ne kemi vendosur që në këto zgjedhje t'i vim qytetarëve të Elbasanit të gjithë qarkut, të Prenjasit, Librazhdit, Gramshit, Peqinit, Cerrikut dhe Belçit me një kontratë. Me kontratën socialdemokrate. Një dokument i cili në fakt lidh në mënyrë të pasgjithshme përfaqësuesin me atë që delegon përfaqësim. Kjo pra është mënyra dhe demokracia e drejt për drejt. Ajo që ne e premtuam kohë më parë dhe materializuam me një listë kandidatësh të hapur 100%. Ku lista e mbyllur sipas nesh është konfiguruar në mënyrë të tillë, me njerëz të cilët duke filluar nga unë i pari, do të japim dorëheqjen dhe nuk do të jemi në kuvend në rast se një nga antarët e listës vijuese të hapur do të marrë një vot më shumë. E pra, në këtë kontekst, kemi krijuar një model ndryshe. Dhe unë jam krenar për këtë gjë. Dhe ky model është oferta jonë. Oferta jonë politike, oferta jonë qytetare dhe oferta jonë morale. Me këtë kontratë, e cila nuk do të jetë një dokument politik, por do të jetë një dokument moral, ku Erioni dhe çdo antar tjetër garues në 11 maj në siglën e PSD-s do të ta nënshkruaj me çdo qytetar të çdo bashkie të qarkut Elbasan, duke i shkuar derë më derë, duke dalur në çdo shesh, duke lërë në takim me çdo qytetar, me çdo njeri të lirë. E padyshim, tek ne nuk ka vend për tifozët ata të tërbuarit, të çmendurit, të cilët shpesh herë lozin mbi gjos me jetën e tyre. E në rastin futboll, tifozliku është një emocion që jep adrenalin, dhe ku skuadra luan me paratë e saj. Në politik, tifozliku ka kosto me jetesën, me familjen, me fëmijët. Ndaj ne kemi vendosur që mos jemi tifoz. Mos jemi tifoz të askujt dhe të përbuzim dhe të nënçmojmë këdo që na bën palë me këtë apo me atë subjekt politik nesër në bashkëqeverisje.
vendimi jonë është i qartë. Vendimi jonë është i prerë. Në çdo rast, në çdo rrethan, po dhe në të gjitha rrethanat dhe rastet, ne do të jemi me qytetarët, jo me kryetarët. E kur njeriu i cili është përpjekur shumë në 2 vite, duke dalë kundër të gjithë paburrave të politikës Elbasanit, të gjithë atyre që kanë përbaltur Elbasanin ndër vite duke quajtur qyteti bandave, marr përsipër të jenë në një listë hapur, duke garantuar kujdo antarit listës barazi, nuk ka dyshim që është një garanci e shtuar. E në rast se ka një listë në Elbasan, e cila mund ta përfaqësojë këtë qark nga Prensi deri në Gramshë dhe në Peqin, unë e them me krenari që është ajo e PSD-s. Me djemë dhe vajzat e reja, me njerëz pa kusure politike, pa ngarkesa, të cilat kanë ndikuar në jetë e qytetarëve, por vetëm me njerëz që kanë ngrënë bukën e tyre me dinjitet, me djers. Modelin e keni. Ndaj në 11 maj. Unë ftoj këdo qytetar të qarkut Elbasan të votoj 11. Në këtë binom i cili do të jetë hapi i parë, do të jetë mundësia që ju të na jepni besimin dhe ne t'ju kthejmë shpresën. Sepse kjo nuk është një maraton. Ky është një mision i cili vazhdon pafund. Nuk është një maraton në fund të cilës ne do të marrim një çmim, por është një mision i cili do të garantojë vijshmërinë e një politike të re në Shqipëri. Vijshmërinë e një politike të shumë kërkuar në 35 vite që të paburrat e politikës që lozin teatrin e shpifur të tranzicionit pafund duan ta mbajnë endën në këmbë. E pra, mund të ngjajë shumë i tepruar, mund të ngjajë shumë i rënd në terminologji, por e kam me gjithmonë. Dhe e kam për të gjithë ju. Është koha të bëhemi bashkë, të japim grushtin e fundit paburrave të politikës në 11 maj duke votuar 11.